Shqipëria renditet ndër 10 vendet me rritjen më të lartë të çmimeve të ushqimeve në Europë në periudhën 2015-mars 2025, sipas të dhënave të Eurostat të bazuara në indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit. Kështu sipas këtyre të dhënave, çmimet e ushqimeve për pijet jo alkolike në Shqipëri arritur me 67% nga viti 2015 deri në mars të vitit 2025, shumë më lart se mesatarja e Bashkimit Evropian. Indeksi i Shqipërisë ka arritur në 167 pikë, ku viti 2015 merrte si bazë me 100 pikë, duke reflektuar një nga rritjet më të larta të inflacionit ushqimor në kontinent. Me këtë renditje, Shqipëria lë pas shumicën e vendeve të rajonit dhe të BE-s, duke përjashtuar shtete me situata të jashtëzakonshme inflacioni, si Turqia dhe Hungaria. Në krahasim me mesataren e Bashkimit Evropian, rritja e çmimeve në Shqipëri është 14% më e lartë, duke treguar një tendencë të theksuar të rritjes së kostove të jetesës. Brenda Ballkanit, Shqipëria mban një nga nivelet më të larta të inflacionit të ushqimeve, duke përjashtuar vetëm Serbinë. Ekspertët shprehen se kjo rritje ndikon drejt për drejt në fushinë blerëse të qytetarëve dhe rrezikon të ngadalsojë procesin e konvergjencës së standardeve të jetesës në BE. Ushqimet dhe produktet bazë po bëhen gjithnjë më pak të përballueshme për familjet me të ardhurat të ulta.